Keni pirë kafe vonë dhe nuk mund të flini? Kjo është zgjidhja. Kafja është një pije pa të cilën shumë prej nesh nuk bëjnë dot. Disa njerëz kanë nevojë për të sapo hapin syt në mëngjes dhe disa të tjerë duan që ta pinë atë përgjatë ditës. Një nivel shumë i lartë mund të çojë në nervozizëm si edhe në nivele të larta energjie, por edhe në ndryshime në funksionimin e zemrës. Gjithashtu nëse teprohet me sasinë e kafeinës, mund të keni vështirësi me gjumin. Një psikolog klinik dhe specialist i certifikuar i gjumit thotë se kafeina qëndron në trup për 6 deri në 8 orë para se të fillojë të shpërndahet. Për të zgjidhur problemin e pagjumësisë, ai theksoi se ndihmon shumë brokoli. Analizat e fundit kanë treguar se perime si brokoli, lakra dhe rrepka janë efektive dhe ndihmojnë metabolizmin për të rregulluar nivelin e disa substancave. Pra, nëse jeni adhurues i kafes së vonë në mbrëmje, hani pak brokoli të freskët pas.